pra 13 vjeçre, të cilat janë mbytur në det atje. Sigurisht kam edhe kolegen tonë Klejda Kuçaj, me të cilën do marrim më shumë informacione. Klejda, përshëndes. Përshëndes, një ngjarje tragjike është regjistruar pas ditën e kësaj së premte në Bregdetin e Dalës, ku rreth orës 12:50 dy vajza të mitra të moshës 9 dhe 11 vjeç, dyshohet se janë mbytur teksa po lashin në det. Me njëherë pas njoftimit në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe të drejtorisë vendore të policisë Lezhë, me bashkëpunim edhe me pushuesit që ndodheshin në zonë, është bërë mundur gjetja dhe nxjerrja e trupave të pajetë të dy mitrave në Breg. Viktimat janë identifikuar si JD, 9 vjeç dhe AM, 11 vjeç nga Fushkruja. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur në një zonë plazhi publik. Ende nuk kemi informacione nëse në zonë ka pasur apo jo vrejtues plazhi në momentin e ngjarjes. Rrethanat e incidentit ende nuk janë të qarta dhe po hetohen nga autoritetet. Trupat e pajetë të dy vajzave janë transportuar në morgun e spitalit rajonal të Lezhës për veprimet e mëtejshme. Ndërkohë grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë po vijon puna për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje tragjike. E qartë, më the në fakt që nuk dihet ende nëse ka patur vrojtues plazhi në këtë zonë apo jo, Klejda, por përsa i përket edhe një kësaj ngjarje pasi rreth 2 javë më parë edhe në plazhin e Shëngjinit janë mbytur 2 personat e tjerë. A ka nisur Bashkia e Lezhës në prag të nisjes edhe të sezonit turistik të marrë masa për të siguruar jetën e pushuesve? Për momentin ende nuk ka vrojtues plazhin e Shëngjinit apo në Bregdetin e Dalës. As në sektorin privat dhe as në atë publik? Në asnjërin. E kuptoj. Mirë, Klejda, falenderoj për gjithë informacionet që na përsolla.